Njerëz kena dalë me lyp klim, se u bon nxehtë. Me Hallandin. Njerëz që klima ke interesant se nuk u desh ke hiç montazh, po nuk e di sa është e fortë a qysh. A keni ju dikush përvojë me qësi klime? Se s'koka me montazh, ato nisoj koka, split klim, do me thonë atë pjesën e jashtme e qet jashtë, ketë mrençmën mrena, po e lidh thosht me qëto threvat, edhe ajo nuk po heke, ajo threva hiq. Do me thonë ish qështu e ngjitme. Nuk po di shka me ba. Veç e mirë që pa montazh. T'interesuar po ka plot për çësi klima. Që këto klimat që janë për mrena, po këto nuk e kanë atë pjesën e jashtme. Këto janë modelat vjetër, që klimat normale, këto që montohen zit, si pas ka plot. Këto janë ato që e kanë atë threvën e xhamit, që e duhet me qitë për jashtë i xhamit. Në balkona dikon që fryn. Janë të mira, po nuk ftofin qatë shumë. Këto janë ma të mirat, po këtimve duhet montazh, dikush me ta mnu në zid. Unë e veta, po kushton 1.000 euro veç me ardhë dikush me ta montu në shpi. Plus edhe 1.000 kjo. Me vogël. Shka ki UFO. Le far jacuzzi. Që të e masazha. Kur del uji këtu. Hajde. Që nga Teslas teme edhe ky Polestar, edhe ky me rrim. Njerëz, hajde për herë klimën e mora, po për fat keq nuk kish këtu në magazin, po u desh me porosit. Pa sikur asi këto thonë si varë me semëll, të na që shtojnë? Si bukë të nxehta.
Si mitat e nxehta. Si mitat e nxehta, po shkojnë që ato klimat, kështu që kreti kishim ble, shkoja në kanë këtu, dhe u desh me porosit. Edhe u vendosa për këtë klim se qëta shpejt e shpejt me ardhë dikush me ta montu e asi njëri do të mi menu dimnit këto sene, jo kur të nxehë koha. Edhe po, me montaja me sen edhe shtrejt, po edhe me termine, nuk ka termine këtu dikush me ardhë qëtash, nuk ka si të na, hajde që po vi pritum shpejt e shpejt, me ta montu, e kështu e mora këto, kjo edhe mobile, do me thonë e përdori qëtash për që të verë mo, do të me kalu me që ata, e tjetërën verë, pak këtu apo merë vesh, dimnit janë nisi, ose masit kalon vera në 7 orë, 8 orë, me ardhë dikush me montu, klimën normale, e tani këto e kapi e qesë në dhomë të fjetjes, ose në dhomë të fmive, për kështu që i kena tani 2 klima. Për momentin që e zgjedhje, e kur të vjen porosia, kur ta çmontojnë shtëpi me këshyr, atëherë e lidhë edhe këtë pjesë. Që përbojna që ka që video të mira, mos harroni me bani like, edhe në koment, me shpërnda këtë video, edhe kush nuk e ka bo hala subscribe, ne ta ban subscribe. Që sa dola pi punës njerëz, që këtë që e kum ble për gjama, ta këshirë me ja ka një mu pak hiqaja. Po, mrena tërë po. Po, mirë nuk është shumë nxehtë. Po mbrojka pak. Ama bol nxehtë mrena. Po, shka deshta me ju kallëzu është tjetër sen. Kështu që klimën e mora, kjo qëtash inqezimi mas disa ditve, erdhë klima edhe e montova, harova me kallëzu të e montu, po qëtash më kujtu se deshta me lëshu pi këtu, që kur të vinë shpi, më kanë flat dhoma. E që njerës shkojna pi këtu me epin Smart Home, edhe këtu del klima. Këtu më nësh me regullu sa gradë, qysh tek, apo do ftoft, apo do nxet, edhe po nxet ftoft ka, automatik ka, me ftoft ka opcione edhe tjera ka, do me thonë se cila klim që i ka opcionet, edhe këtu tani elshova, edhe qëtash kur të mrina në shpi, dohet mu ba 22 gradu ne e kum ba, mundet edhe ma ftoft, po 22 taman. E ta këshyrim tani në shpi, kur të mrina në shpi, a u fladit dhoma. Se sot është nxet, që këshyrne 34 grad. Mos pritofshi. Dhe me thonë, shimin shpi. Unë e di që krejt kini klima edhe nuk ka kur gja për dikan e dikan. Po unë nuk unë pas, e para, e dyta, këtu me montu një klim, po dosh me prit 3-4 muj, sidomos nëse nuk bëm termin dimni dikur që me ardhë me ta montu, mirë, jo, nuk ki shans verës, edhe e treta, le që zor me gjet dikan, po edhe shtret, shumë shtret. Kështu që për ato që ju do të shpejt e shpejt një zgjedhje, ishtë që kjo klim, edhe nuk e di a ka të na në Kosovë, po këto është një pit vetmive qëtash në qësi forme. Ju kallzojnë shpi tani, se kjo ishte me një kabel
fiks e lidht. Do të thonë s'munësh atë kabllën dyqysh me hek ose me shtin dikon me shpuna e birë ose najsen, po ishtë fiks. Që këtë e kisht keqe, po për ma shumë ju kallëzoj në shtëpi kur ta shifni. Unë e vendosa për në mot me montu një klim fikse kështu në zit, po njëherë për një zgjedhje të shpejt, ke edhe që kjo një zgjedhje mirë, edhe unë e djel shova, edhe mirë fladit kem. Njerëz mrina në shtëpi, klima e lshume, qysh e lam me 22 gradë, po fryn akëll. Që kjo klima për një që kjo shepat edhe adje në shqitore, këtë pjesën e ka këtu me vnu për mi, që kur t'i vjen ajo pjesa tjetër mund është me vnu këtu për mi, edhe me transportu, se ka poshtë, nuk me t'ja pushipët, rrota. Që janë kjo pjesa këtu. Anësh nuk ka kur gja, këto i ka këtu me taste, e ka normal edhe digitronin, po edhe epin shepat në telefon. Qëta shka këtu seni i keq, se e ka qëtë zorë qëtu të nume fix, do me thonë kjo piktu s'monët mu hek, edhe kjo duhet me dal jashtë dikon për gjami ose këtu të une në moment pi dere. Edhe kjo pjesa jashtme. Kjo pjesa jashtme njësoj si kur klima tjera, po edhe këtu fix, as kjo s'munët me hek, do me thonë kjo munët duhet komplet kur ta transportojsh dikon me kap, me vnu përmi ato edhe me hec. Nuk është e zhurmshme, ishtë shumë e qetë, edhe ajo mrejna të shepat, bile e ka edhe modusin e natës, të fletë që mos me të pengu halema, ma qetë, që kjo është. Aha, qëto, edhe këto një mrejna. Qëto e ka po me po ftofke. Kështu që unë e kam plan që aty me vnu klimën tjetër kur të vjen, e këto tani moj me qu edhe në tjera dhoma, ndomë fjetjes ose të fmive mund është me transportu, që kjo është e mira. E për këto qëtash muj me lanë gjamën qelë, po s'po hinë zeti ose najsen, po e ka për shembull për dimnit, e ka jau të regoj aty në foto ose në video, që montohet edhe këtu një pjesë, që është me patent tani mund është me qelë edhe me mshelë. Edhe plus një sen që shtrëngohet këtu, që mos me mujtë dikush për jashtë me qelë, derën ose gjamën. Montazha, harrova me thonë, po, ma e letë, s'ka veç e kap e hek pi paketit edhe atë pjesën tjetër e qëtë jashtë, këto e lemrena, e shtin rrym edhe u kry. Që kjo kje një zgjedhje e shpejt, e jona, po fryn mirë, po fladit mirë, tjera të bahën.
Kështu që faleminderit për shikimin edhe shihemi në videot e tjera.